Një konflikt familjar I mbartur prej vitesh është kthyer në një tragjedi të rëndë në fshatin Agonas të Kavajës, ku mbrëmjen e së mërkurës humbi jetën 74 vjeçari Qerem Reshka, I goditur me thik nga vëllai I tij. Një ditë pas ngjarjes në fshat u micotron heshtja, banorët dhe familjarët shfaqen ende të tronditur nga ajo që ndodhi mes dy vëllezërve, shtëpitë të cilëve ndodhen vetëm pak metra larg njëra tjetrës, të ndara nga rruga e fshatit. Pranë vendit të krimit ndodhet ende zetori që drejtohen nga viktima, I ngarkuar me bar për duke mbetur dëshmia e fundit e një jete të ndërprer tragjikisht. Sipas të dhënave paraprake, në qendër të konfliktit ka qenë prej vitesh ndarja e tokave bujqësore sipas ligjit 7501. Kohët e fundit mosmarrveshjet ishin përqendruar te përdorimi I një rruge kalimi përgjatë parcelës së autorit të dyshuar. Viktima kishte nisur të përdorte këtë rrugë mezetor pas hapjes së një kanali vaditës në tokën e tij, çka kishte rikthyer tensionet mes dy vëllezërve. Mbrëmjen e kaluar, konflikti verbal ka degraduar në dhunë fatale. Gjatë një përballje pranë tokave bujqësore, 76 vjeçari Muhamed Reshka dyshohet se ka goditur me thik vëllain e tij duke I shkaktuar plagë vdekjeprurëse. Policia ka arrestuar autorin e dyshuar menjëherë pas ngjarjes. Sipas burimeve hetimore, ai ka pranuar autorsinë e krimit dhe ka shprehur pendesë për veprimin e kryer. Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar edhe arma e ftohtë e përdorur në ngjarje. Ndërkohë, grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dokumentimin ligjor të kësaj tragjedie familjare që I ka dhënë një fund të përgjakshëm një konflikti të hershëm për pronën.